Flasim për vitin 2022, pra janarin e 2022-shit. Jo, flasim për momentin kur Lulzim Basha përjashtoi Sali Berishën dhe Partia Demokratike kaloi gjithatë kalvarë që kaloi, që po t'ishte realizuar plani, s'do kishte sot Partia Demokratike. Njerëzit që i qëndruan fillim Berishës, bashkimi Partisë Demokratike pastaj, grumbullimi gjithë demokratëve, na ka sjellë këtu ku jemi sot. Dhe për këtë kanë meritat gjithë ata njerëz. Qoftë edhe sikur mirënjohje, sikur asnjë vlerë mos kishin këta, kaq mirënjohje të paktën duhet të ishte nga demokratët, po them nga të tjerë, që mbajtën Partinë Demokratike gjallë dhe në këmbë. Megjithatë, zoti Paloka, duke ju referuar ish liderit Partisë Demokratike, zotit Basha, nuk e di nëse e keni ndjekur. Ka qenë kur lider. Megjithatë, deri në vitin 2021. Ka qenë kryetar, po jo lider kur. Megjithatë, deri në vitin 2021, për shumë demokrat, për të Partisë Demokratike, deputet, ka qenë ai në skenë. Jo, kam qenë nën kryetari, deri kam qenë njeriu më afër atij politikisht nga të gjithë tjerët, kështu që s'ke nevojë fare, kam qenë unë nën kryetari, më afër nga të tjerët. Lider nuk ka qenë kur. Po ju vetë, zoti Paloka, kur e kuptua që Lulzim Basha nuk bën për atë punë, për drejtimin e Partisë Demokratike? Unë sa herë më pyesin tash për Lulzim Bashën, kam një përgjigje format. Unë nuk e ndjek me Lulzim Bashën, nuk... As këto nuk keni ndjekur këtë korrespondencën me kryeministin Rama? Këto gallatat, po, memet edhe këto qyfyret, se i shoh aty më dalin Facebook. Po kaq, nuk më intereson tjerë, është pjesë e humorit tash shqiptar, tash ka kaluar në banalitet, fakt po. Çfarë mendoni kur i dëgjoni ato thirrjet Orame ku je, Orame këtu, Orame atje, sa e dëmton kjo opozita? Se do i bëj reklam Lolitës tash. E kishte nxjerr thelbin Lolita sot. Se kishte thonë Berisha ka marrë, s'po përmend emrin, Alisën për fushat, ky tjetri ka marrë këtë atë, mu më ngelet me shku me Ramën, thonte. E kishte thënë dikush, kote kese edhe Rama e ka zgjedh, ka marrë Lulzim Bashën. Kështu që, është pjesë e strategjisë që është bërë e vjetër tash. Mos duket strateg më mirë se ai amerikani zoti Paloka. Kush? Strategjia e zotit Rama. Strategjia është, ai po përdor një që ka 4 vjet që e përdor. Çfarë strategji është kjo? Strategji që nuk ke megjithatë votat e zotit Basha, 12 vite se nuk folën për kryesoren, me që ma përmendë Ramën. Ka 12 vite në qeveri, nuk ka bërë kur një program. Ka dalë tashi, ju thot shqiptarve... Po e thatë edhe ju që në Shqipëri është e vështirë fitohet në program. Po, kjo s'është normale. Kjo duket normale. Është normalizuar në fushat pas fushate. Jo, po nuk mund tjetë normale, pra se kjo është fatkesia këtu që ne... Edhe ju vetë keni pretenduar që në 2013 Rama ka pa program... Ta mbyll një fjalisë. Këto janë kryesore për mua të pak. Fakti që këtu është normalizuar e keqja, kjo nuk është një gjë e mirë për ne më. Dhe nuk është fakti që është normalizuar e keqja, nuk është gjë pozitive. Pasaj, larkë qoftë. Rama s'ka pas kur program. Qa po jo thotë tash i shqiptarve? Më jep një mandat të fort që t'u jap pasaportën e Bashkimit Evropian. E para. Qa mandati më të fort do ky se sot që ka kapur gjithë institucionet, madje po ju merr edhe bashkit atyre njerëzve të vet? Qa mandati më të fort do ky që ka gjithë institucionet në dori, kontrollon media, drejtësinë dhe gjithë tjera? Çfarë mandati dashka ky më të fort? E dyta, se këti jetën dhe tërë, se ky është tërës për vete, po e keqja është bot tërës për ne. Ditën që ky doli me këtë, do ju jap pasaportën evropiane, se ne kemi jetë shpejt, tha me negociatat, del Bashkimi Evropian, blokon negociatat me Shqipërinë. Çfarë do ju premton ky njeri? Mas 12 vitesh, çfarë mund t'ju premtoj me shqiptarëve ky? Prandaj ka dalë me këtë Karagjozikun që thot hajde se në Shqipëri bëhet kafja më e mirë. Kupton ti çfarë ju premton njerëzve ky? Çfarë duhet bëjmë ne më me këtë? Zoti Paloka, megjithatë, qoftë votat e zotit Basha, qoftë votat e ish deputetëve të Partisë Demokratike që sot kanë krijuar lëvizje të reja opozitare, ofrojnë disa porta opozitare që qytetarët të trokasin. Sa e dëmton kjo Partinë Demokratike në zgjedhje? Ka dy këndvështrime këtu, Andrea. Sigurisht për mua, unë e kam bindje që këta që kanë dalë, ta që bëjnë opozitën e opozitës, janë aty të sponsorizuar nga e njëjti financues për dëmtuar opozitën. Këto unë e kam bindje dhe nuk ma luan topi. Base jo të gjithë, po shumica e tyre.